Kadrea Zbiu e gjeti pak forcë. Do me thënë, mas që kishte bërë të këqia, apo pak këqia nuk e dia, unë vetë. Po di që Enver Hoxha ja mori jetën. A kupton shoku i ngushtë. Ja mori jetën atija pikërisht. Por ai edhe pse ka bërë, apo s'ka bërë, mua të paktën më mbrojti. E quajti kalamallik. Ta kalojmë kalamallik të punë, jo grup më vërtet, sepse grupi ishte varje ose përshkatim. Po të pas ka shpëtuar vërtet? Po më ka shpëtuar vërtet dhe këtë ja di. Ja di të paktën fëmijëve të vet, po të kemë mundësi të takoj, kështu është një falënderim i madh, më ka shpëtuar jetën. Çfarë bën? Nga pyetja më idiote që pse digju tuaja, unë i thash, më vjen keq, po ju jeni 27 veta këtu. Nga 50 vjeç, ju e bëni 100 ca vjeç gjithë bashkë. Unë jam 22 vjeç. I thash, mendoni edhe një herë se më duket e keni gabim, unë nuk kam bërë grup, po ju them kështu. Qoftë se ka bërë një tjetër, e di ai, po qoftë se jam unë kryetari, mbylleni me kaq se s'ka asgjë si kryetar, po ju them unë, s'ka më. Ju jemi në shkollën e ministrisë, ju i keni të gjitha prova mundësit, ja ku janë duart, qoftë se unë kam preku, kam shkruajtur, kam bërë një gjë, unë ja ku jam, pranoj çdo gjë. Unë nuk kam bërë gjë. Pusho rrugaç Tirane, ande këti, ti për gojë kështu je, ti kështu ke lexuar libra mbrapshe e pash, edhe mas i mbaroj, më vunë prangat prap, edhe te shkolla e ministrisë ka qenë një repart ushtarak në mrapa, ata kishin një qendër që ushtarët iknin pa leje, i fusin aty linin 2 ditë. Kështu. Më futën mua aty edhe unë e di çka më hequr. Edhe dhëmbët i kanë thyer. Të rini? Po. Nëse kaloi një javë, më lanë aty, më futën një ushtar për të marrë vesh, po unë isha oficer sigurimi, dhe i dija gjitha veprimet që bëjnë ata, unë e kuptoj për se bëshin. A kupton? Edhe u mblodhën, ma morën diplomën e grisën, publikisht. Ky ishte dënimi i parë. Dënimi i dytë, më quar në uzinë traktori, të punoja në uzinë traktori. Punëtar? Punëtar. Me thënë ti ishe i pashkolluar që nga ky moment? Që nga ky moment, unë diplomë nuk kisha. Nuk ishe diplomë, por kishe jetën ama, të shpëtuar jetën. Pasi Kadrea Zbiu e kërkoj. Po, pasi kërkoj. Po pse të rrinë atëherë kur kjo punë u mbyll? Po, se donin të zbulonin me cilën punoja. Thuaj, më tregon me kë punon, më pyeste ai që më torturon. Ti vërtet punoje me njëri? S'kisha lidhje, unë edhe sot e them. S'kam krijuar, unë sot dhe në libra kam shkruar. Nuk kisha asnjë lidhje me atë. Atëherë s'kam asgjë, biles isha. Vetëm flisje, kisha qef të flisje. Vetëm flisje, asgjë. Unë kisha më bënte përshtypje edhe kur shqyra të huaj për shembull, shoku im i klasës, kam pas një Luan Poprati, ai u bë drejtorie në Alturizëm. Kur më mori për herë të parë për të shoqëruar grupe, i rat fikët gati që si erdhi ky Astriti Armik më hyri në zyrë. A kishte frikë ai, sa mos e merri i prishe biografinë? Po, i prishe biografinë, dhe më shikon dhe mi po unë nxora testin e partisë, tash këta më u qepën në uzinë. Je djalimir, edhe do të pranojmë partitë. Po. E unë i thëshja, jo, se për partinë punoj, nuk bëjmë, po unë e dje që kisha. Shokut nuk e din, edhe sot nuk e din shokut që unë në uzinë traktori kam qenë oficer sigurimi pa diplomë. Ja, këtë s'po kuptoj. Ti ishe i dërguar nga sigurimi atje? Jo, më përjashtuan, do më qonin gjykundi. Për të punuar apo dhe për oficir? Jo, thjesht për të punuar. Si punëtor? Nuk ishe lidhje me sigurimin? Jo, ata biles më thanë që në rast se ti tregon që ke qenë në këtë shkollë dhe qa ke para ke dëgjuar e ke shkruar këtu, ja ti i dim pasojë qa ndonë. Ti nuk tregove më kur? Kur? Po në libër ke treguar? Në libër po, kam treguar. A sepse ka ikur ajo kohë? Po, iku ajo kohë. Biles unë sot do të mburresha, do thoshja unë krijova grup atëherë dhe më ndihmoni, unë jam kështu e kështu. Jo, unë edhe sot them, atëherë nuk bëra asgjë. Asgjë nuk bëra atëherë. I qëndroj kësaj. Nuk bëra, më erdhi kështu si nga qielli, sepse kështu ju vinte njerëzve të thjeshtë. Kjo ka qenë realiteti i asaj kohe, që njerëzit e thjeshtë, kush mendoshte, dëgjova një program për një doktoresh në Kavaj. A kupton? Ajo ishte një nga doktoreshat më të mira në spital, i bët për një herë si vija dhe e qojnë Kavaj, e dënojnë. E qojnë Kavaj. Ajo nuk dini asgjë pse u bë kjo. Edhe unë kështu më ka ndodhur. Kështu i ka ndodhur të shqiptarëve. Edhe ky është realiteti i asaj kohe. Se kuptoj nga të vinte? Nuk e kuptoj fare nga të vinte. Unë një ditë papritur gjendëm në uzinë traktori, që unë e kisha 100 metra larg. Prandaj ndoshta ajo kohë është e vështirë për t'u treguar, sepse njerëzit vërtet se kanë të qartë ç'ajo ndodhte.
Po pra, Ti je një prej tyre? një prej tyre, ja, kështu, edhe përfundimisht, unë shkova në Uzin, gjeta një ambient ku di unë sa më pëlqenin punëtorët. Të pëlqente? Sa njerëz të pastër, sa njerëz të dashur, më ndihmonin, ose njihja zanatin fare. A kupton? Ata më mësonin si prihet, si bëhet, si saldo, si bëhet kjo, si bëhet ajo. Sa vjet punove atje? Ja, kështu. Punova deri në 90-ën. Deri në 90-ën Deri punëtor? në 90-ën punova aty punëtor. Deri aty. Ndërkohë nëna kishte ndruar jetë? Nëna, po, ndroi jetë në 2002-shin ka ndruar jetë ajo. Po, Jo, ajo jetoi mbas i ra sistemi. Po, mbas i ra sistemi, biles unë i thoja Shqipëri, më Shqipëri, ku vajte, këndoja të këngët e atërshme, kështu. Po erdi një ditë që terapika e ule, kështu më pusho rrugacë. Mëndaj mua, aji sistemi ishte i mirë. Aji na bëri më kështu e bëri kështu, ja bëta. Nuk e pranonte? Nuk e pranonte. Nuk e pranonte. Edhe, ja kështu, do me thënë, Mbas 90-s, që ndodhe pastaj? U ktheve gjërave, më kishe liri për të bërë gjërat që doje, apo? jo, mua më kërkuan të bëhesh antar partia dhe më ndjeva një frikë të madhe kur më tha sekretari i partisë. Ai gjithmonë më ngacmonte sepse e mori vesh që unë isha i përjashtuar, rrëmoja ndeja. Edhe unë i tham që unë për partin punoj, lëre këtë. Jo, Astrid, tha, ti e djali mirë, ti kështu mendoj dhe njerë do të pranojmë antar partie. Ti di gjuhë uja, ti thash me edhe në ti me gjuhë dhe uja, po më varrosin. Filloj prapë këtë. Filloj prapë me gjuhë dhe uja ky. Edhe më thot nëna i dite, po mirë, më sa do thuash më djalë, më thot, jo. Nëna me zi priste? Nëna u gëzua shumë, po tha sa do thuash jo, më tha, më ishe shumë e matur me mua, më lindet në lirin time. Nuk thoshte bëkshu si them unë. Por, e shprete atë që unë duhet ta thoja, dhe i them, dëgjoj tha, po the shumë jo, do thonë që se dash ka partin me vërtet. Do thonë, tha nëna, edhe unë mendohë dhe pak, më tha mu. Edhe unë shkova të nesme, për drejtja i më doli për para, sekretari partisë. Unë i shmangisha gjithmonë, a i vine këte, unë i në kam tjetër. I shmangisha. I po doli, më tha, ora, si tha, miri, tha, shumë dakord jam. E po më rifte zëmra, unë mblodhën me njëherë këtë shtabi. Hajde sa striti është dakord edhe, shkova atje unë gjithë komunistët, si e ka pas ajo kohë, dhe me thënë, kërë inxinjeri a i, kryetari... Njërës që ti një. Njërës që një. Dhe i dojnë me i farmënore, me ta punore. Po me ta punore, pa ishin të tërë komunistë, me fjallë, edhe më thonë mu që brava, ne kënjëra më va, po që më gjeti mas një javë. Shkoju mas një javë në punë, sepse shkon dokumentet në ndeja, në komitet partisë, edhe e zbuluar Astritit Armik, Astritit Trathak, ka kriju grupë. A kupton? Edhe këtyre ju ra damla, këtyre të uzinës. Unë blodhën gjithë, shkoju në atje, zgjejas njëri, ku jam ta? Del njërin, thot, o ti të se që ka ndodhë, tha. Se i dhe shumë që ka ndodhë. Po këtë ju janë mbledhur këtë salët, gjitha ka ardhe dhe nga ministria, kanë ardhe dhe nga sekretari përgjithshëm i kombinatit. Do e zëna mu frikë më ke parasysh, ajo mosh, mendoja burgun, mendoja do më arrestojnë sot. E kështu. Dhe futëm ati në salë, filloj direkt, duan të futen parti, tha, edhe njërës që kanë bërë kështu e kështu, ja, tha, shembull është Astriti, tha, kryetar grupi kërkon të futet parti, tha. Se ke iden sa ofendova, sepse shokut nuk e dinin. Edhe ki parasysh, do me shokut thot. Po dhe ti vetë nuk e kuptoje që s'duhet ta bëje, do me thënë, këtë sari njeriu të kuptoj me mundësinë asaj kohe, që edhe duhet, edhe s'duhet. S'di qa bësh, është një lëvizje, këtë ju si në shah që njeriu gjëtet për para, nuk di kë lëvizje të bësh, sepse ti bën 7 lëvizje, po ka 8 pson. A kupton, edhe unë nuk dija, ngela shumë. I ofenduar ndjem më tepër nga shokët dhe shoqët. Më shumë nga shoqja dhe shokët, ngela shumë ashtu, sepse thosha, këta tash do marrin një natë. Në një kohë që unë s'kam bërë asgjë. Unë i dua, këta tash s'do më duan mu. A kupton? Edhe, këtë ju, një kështu do me thënë, u shty koha. Edhe qa bëra? Të la në punë? Gjemal Tafaj punon dhe me ne. Edhe me që punon dhe në sektorin tonë, mua më donë dhe shumë Gjemal Tafaj, se thoshte, gjutuja di.
Zanatin po e merr shumë shpejt, i shkathët të është, unë bëja dhe dizenjatori, bëja pikture, gjëna kështu, parullat bukra, i shoqëroj me një shqiptar.